duan të përfshihen tek ajo bota e prallave. I kursen ca kohë prindërve, mund të them që kjo është përfitimi më i madh. Besoj që ti e mban mend, ndoshta edhe Viola, unë e mbaj mend kur ishte ai orari i prallës në Radio Tirana. Në orën 7 ose 7:30 në të mbrëmjes. Viola nuk e mbaj shumë mirë më. Ne, me thënë të drejtë. sa plak që po më bëni të ndihem tani të mërshme. Ka që lasht që nga... Megjithatë, ne kemi të gjuar shumë të flitet për të dielën e radios, edhe ndoshta, domethënë, kjo ka qenë edhe një nga ato elementet që unë kam patur në mend kur e kam, po themi, konceptuar këtë pjesën e audiobookut me disa pralla. Edhe më lër të them një sekret të vogël se kështu në radio na vjen natyrshëm. Në shmes nesh, kam planifikuar që në kohët në vazhdim çdo javë, nuk e dia do jetë të diel ose të premte, çdo javë do filloj të ngarkoj nga një nga prallat që të jetë po themi free për audiencën e gjerë. Vetëm për të, domethënë kjo për t'i paraprir librit Vëllimi të dytë të pralla mistike shqiptare, po nga ana tjetër edhe për t'i kujtuar njerëzit pak, domethënë për të kujtuar lexuesve atë pjesën e prallave të dikurshme. Sa bukur, sa bukur. Prallat e dikurshme që kanë qenë magjike dhe në fakt duket paksa kontradiktore që ne kemi kaq shumë personazhe në Shqipëri edhe kaq shumë legjenda në Shqipëri, por pjesa më e madhe jona, për shembull po flas për brezin tim, kemi pasur një lidhje historike me Harry Potter apo me personazhe të tjera. Pse mendon që ka ndodhur kjo? Kur ne kemi kaq shumë pasuri në Shqipëri me personazhet. Kjo është një temë shumë e gjerë. Dhe le ta flasim. Harry Potteri ngelet, po themi, ndërkombëtarisht i vlerësuar edhe le të mosi ky mastaj. Po pjesa e studimit dhe konsolidimit të personazheve të prallave, por jo vetëm të mitologjisë dhe folklorit ton, besoj se ashtu si shumë fusha të tjera ka nevojë për më tepër investim dhe vëmendje. Edhe kultura në vetvete, domethënë nuk është, mendoj, ose të paktën në këtë konkluzion kam dalë pas kësaj përvoje, nuk është se gjeneron aq shumë të ardhura, dhe ndoshta shumë kush që mund ta ketë pasion këtë, nuk e sheh veten aty, edhe domethënë nuk arrin ta studiojë mirë fillet ta sjellë në format më të mira. Mendoj që kjo është një nga arsyet sepse nuk levrohet shpesh, domethënë pjesa e folklorit dhe mitologjisë tonë. Por ti i ke hyrë kësaj rruge dhe me sa shoh unë e frymëzuar ta çosh deri në fund. Unë jam pashmangshmërisht e apasionuar prej shumë vitesh. Më lër ta kuptoj. Pra, pralla mistike shqiptare është botimi i parë i këtij lloji. Ti the që do të kemi edhe një të dytë, po të ndalemi tek i pari. Unë duhet të kuptoj pse të erdhi që të bësh një kontribut të tillë, një produkt të tillë. Ke lidhje me letërsinë, me ndonjë lloj studimi që ka të bëjë me mitologji, nuk e di, me histori nuk e di. Personalisht është një hobi im, pjesa e studimit të mitologjisë dhe folklorit shqiptar. Domethënë e kam filluar që kur kam qenë maturante, domethënë 15-16 vite më përpara që të levroj projekte nga pak të kësaj natyre në multimedia, në fotografi. Domethënë që lidheshin me risjelljen e miteve shqiptare. Por mendoja se forma më e mirë për t'i prezantuar këto me audiencën, sepse shumë kush nuk ka fare informacion për pjesën e mitologjisë shqiptare, që është, me thënë të drejtën, shumë e pasur, do ishte pse jo t'ja prezantojmë brezit të ri dhe t'i rrisim ose t'i mbjellim këtë ndjesin që shiko se jo vetëm fqinjët tanë kanë mitet e tyre, edhe ne i kemi tonat edhe janë po aq cool, edhe mund t'i lëvrojmë edhe t'i bëjmë akoma më cool të gjithë së bashku, domethënë dhe më vjen shumë mirë që ky si projekt, përveç pjesës të audiencës që e ka lexuar edhe po themi e ka përthithur në formën e prallave, po shoh nga pak edhe artistë të tjerë, kush me një këngë, kush me një ilustrim, domethënë që po i marrim personazhet nga prallat edhe po i sillin në format e tyre dhe kjo ka qenë, po them, domethënë kjo është kënaqësi shumë e madhe për mua. Ja, është gjë shumë e bukur se ne nga mitologjia vetëm muin me Halilin mbaj mend. Zezanat e kemi përfituar vetë. Edhe Zanat, po, edhe Ajkunën, edhe Omerin, por aty te libri yt unë në këtë moshë që jam tani zbulova që mitologjia është vërtet shumë e pasur. Më mirë vonë se kurrë. Gjigji Breshka. Gjigji Breshka. Gjigji Breshka në pralla
në prallën time të paktën është e shoqja e Tallazit, zotit të deteve. Që janë personazhe që ekzistojnë. Megjithatë, Tallazi është fjalë origjinale, pra është është emri origjinal i zotit të deteve në mitologjinë shqiptare. I Poseidonit në mitologjinë shqiptare, po. Shi. Njësoj si Gjigji Breshka është një nimf e kafshëve dhe ujit. Gjigji Breshka. Sa të rrosh do mësosh. Për shembull në prallën 12 zanat e lurës, që është edhe e para që hap që është edhe e para, ne kemi të sjella bashk 12 figura mitologjike shqiptare, siç janë jo vetëm Gjigji Breshka, jo vetëm Orët edhe Zana e Malit, po kemi Avullushen, kemi Mauthin, kemi Stihin, kemi Vitoren, kemi Flamëzën. Janë të gjitha. Vitoren e kam dëgjuar. Këto të tjerat s'më kujtohen. Janë të gjitha personazhe që ekzistojnë në mitologjinë tonë dhe kjo për shembull i sjell të gjitha bashkë, secila përfaqëson elemente të ndryshme të natyrës. Pastaj për linjat e shtjellimit të prallave, domethënë janë në vetvete goxha komplekse, domethënë unë kam përdorur një metodologji italiane për shkrimin e fictionit, që më ka lejuar që në secilën prallë, domethënë jo vetëm të sjell këto personazhe, por të përcjell edhe mesazhe, të krijoj edhe linja komplekse tregimi që i mbajnë po themi audiencën të gozhduar. Tani më lër ta kuptoj, linja e subjektit të prallave është ndërtuar nga ti personalisht. Në përgjithësi është e re. Nuk lidhet me subjekte të gatshme të mitologjisë shqiptare, histori që të njohur. Ose nga ajo çfarë un kam lexuar, aq pak sa kam lexuar, kam arritur të kuptoj që është edhe shumë aktuale nga ana tjetër. Më thon, përdorim personazhet e mitologjisë, po edhe për të edukuar dhe për të nxjerrë atë moralin final të prallës. Janë dy lloje prallësh, domethënë që dy lloje linja shtjellimi mund të them. Ka edhe pralla që i qëndrojnë goxha besnike originalit, po themi pralla e qerosit është shumë e bukur, nuk është se, domethënë ti mund ta zbukurosh pak, po nuk ka nevojë shumë. Çfarë ma kujto tani u futan botën e prallave. Qerosi mund Katalanin, po. I tregon vlezërve që është i Zotit, ka një pemë magjike. Domethënë, kjo është një prallë që është rikthyer edhe përpara se unë ta riktheja në libër, sepse e gjen edhe tek teatri Kukullave. Dhe aty kanë bërë një rikthim shumë të mirë që është shumë i ngjashëm me atë që jepet dikur te VSH-ja. Që ne shikonim me kukullat dhe ka qenë po qerosi aty. Ky është subjekt i marrë nga mitologjia deri për drejt. Ky është ekzistus nga prallat tona. Po, nga prallat tona. Nga mitologjia nga prallat tona. Dhe edhe linja ngelet e njëjtë. Nga ana tjetër ka edhe pralla, për shembull nga ato që më ka treguar gjyshja, që janë përshtatur për audiencën e sotme. Po themi janë hequr elementet e dhunës. Sepse nëse si kanë treguar gjyshet tona ka pasur goxha dhunë brenda. Edhe shumë normale. Ka qenë shumë traumatike. Po më duhet të gjak për të shëruar plagët, kupton, domethënë ti je shmang ato edhe po themi e përshtat për audiencën e fëmijëve të sotëm. Dhe janë dhe prallat që janë tërësisht krijime të reja, që njësoj siç po thoja për 12 zanat e lurës apo legjenda e Tallazit, janë figura që ekzistojnë te ne. Mund të kemi pak detaje mbi, po themi, ata si karakter, por jo linja të mirëfillta veprimi, dhe këto janë tërësisht të reja. Wow, do lexoj libër prallash tani. Unë po të them çat bëj që s'kisha kohë se do të kisha shkuar deri në fund. Jam shumë kurioz. Çfarë mua më ka surprizuar është që pavarësisht se unë kam konceptuar për audiencën e lexuesve të rinj, të fëmijëve, shoh edhe grupet të mirëfillta të rriturish që janë apasionuar pas librit. Edhe pak kohë më parë më ftuan në një event në një komunitet që ku u habita sepse të gjithë e kishin lexuar librin, të gjithë kishin input, edhe ishin të gatshëm domethënë për të dhënë edhe sugjerimet për vazhdimsinë. Edhe ndoshta kjo ka qenë edhe një nga këto spuntot për ta vazhduar më tej si projekt. Se ka qenë sfidues. E vërtet, ma mirë mendja. Po ti e ke parasysh besoj kur ka për shembull edhe në kinema, në Cineplex bie fjala që ka në një film të animuar për fëmijë që shkojnë gjithë prindërit e shohin aty. Përdorin fëmijët. Gjoja sikur po shohin fëmijët, po të shohin filmin vet. Domethënë kjo është ajo që unë jam munduar të bëj me shumicën e prallave, që mos jenë, domethënë të kenë të gjitha një shtjellim, të kenë të gjitha një mesazh, çdo personazh ka historinë e vet. Domethënë e kam pak të ndjesinë e prallave Disney. Domethënë në mënyrën se si shtjellohen si pralla. Unë mendoj që edhe të rriturit nuk është se kanë shumë faj që bëhen kurioz, sepse aty në mitologji vetëm figurat letrare mund të jenë për fëmijë, po subjekti pastaj
po të shtrezohesh, është një subjekt që tregon shumë për historinë, për të rriturit. A tingëllon klishe, po të themi që të gjithë kemi fëmijën brenda nesh akoma aty diku. E vërtet. Edhe të gjithë kemi nevojë që her pas here ta ushqejmë atë fëmijën brenda nesh, edhe a ka formë më të pastër dhe më të bukur se sa porrallat? Se sa me Gigi Breshkën. Gigi Breshka, ja, ka zgjedhur personazhin e vet e Goni, ka pëlqyer. Më pëlqen. I ka pëlqyer edhe emri edhe. Tani çfarë ndodh me zanat? Pajtohen në fund se nuk i shkolla dot. Në fakt, kjo si porrallë është goxha aktuale për nga tematika, sepse lidhet me faktin që nga dëmet që njerëzit po bënin, 12 liçenet e Lurës po shkonin drejt tharjes dhe drejt fundit. Dhe zanat që nuk flisnin prej shekush me njëra tjetrën, zgjohen dhe bëhen bashkë për të shpëtuar pjesën e liçeneve. Ajo që ndodh është që zanat përdorin të gjithë fuqinë e tyre, e përmirësojnë pak situatën, por nuk e shërojnë dot të gjithën. Vetëm kur njerëzit të gjithë u bashkohen zanave, ato arrin ta shpëtojnë të gjithë ekosistemin. Kështu që është rastësi. Rastësi e bukur. Rastësia është mbreti i botës.